Shikoni këtu në bashkinë e Shkodrës. Kjo bashki ka një kryetar bashkie që ka dalë në përgjime që ka marrë para. Është në hetim nga Spaku për korupcion. Dhe kjo nuk u bën fare përshtypje. Nuk i bën përshtypje Edi Ramës. Kryetari i bashkisë, dini apo di vetëm unë këtë gjë? 320.000 euro nëse s'gaboj. Si tha kryetari i bashkisë? 500.000 për profesorin Harvardit, 320.000 për ne pa shkollë, apo jo? E di e gjithë Shqipëria që në krye të bashkisë së Shkodrës është një ajdut. Dikush që ka vjedhur shqiptarët. E di e gjithë Shqipëria. E di dhe Shkodra besoj. Po këtyre nuk u bën përshtypje. Të gjithë e din. Por askujt nuk u bën përshtypje. Ishte Rama sot se pash në përlajme, se Rama del në lajme gjithandej. Ore, pyeti kishte ndonjë gjë për të thënë shkodranëve që u ka vendosur në krye të bashkisë një të korruptuar? Ju tha ndonjë gjë, ore, vjen turp këtyre apo jo? Si mund të lësh në krye të një bashkie kaq të rëndësishme një të korruptuar? Ne të pa shkollë tha 320.000 euro. Dhe nuk ndodh asgjë. Është në hetim nga Spaku dhe Edi Rama thot ne mbështesim drejtësinë. Po si e mbështet drejtësinë? Duke mbushur parlamentin me të akuzuar dhe në hetim për korrupcion?